100 sekonda në shpar. Përshëndetje, quhen Violeta, jam fituese 100 sekondave në shpar. Shpresoj t'ja dal. Hajde Violeta, si nuk do ja dalësh. Run. Dhe fillon Violeta me njerë. Si zakonisht fillojmë elektroshtëpiaket. Jemi në Inter Shpar në Teg, zonja dhe zotri, ku zonja Violeta po merr elektroshtëpiaket, po bën pak vend me karrocën e saj, për të vendosur të tjera. Të shohim, ka shpenzuar 20 sekonda, deri tani ka marrë vetëm 3 objekte. Hekuri, me sa shokë hekuri u dashka nga zonjat, dhe me siguri do të marrë dhe televizorin që ta vendosim mbi të dyja. Uroj shumë që mos t'i rëshkas. Okej. Violeta e dashur, po lëre atë që do. Ashtu. Po shikoja gjithë frika të se mos i binte televizorin nga mbrapa, por jo. Ndërkohë që Violeta vrapon, nuk kisha mendje te karroca që na pas, por asgjë nuk ndodhi. Për fat të mirë. Dhe kanë filluar pastat e dhëmbëve të preferojnë. Dhe ndërkohë, sigurisht, jemi tek detergjentët. Bukur. Okej. Po furnizohet me detergjent dhe po shkon nuk e di se çfarë do marrë akoma. A do marrë detergjentin tjetër. E mori dhe një Ariel. Dhe ndërkohë jemi ke zbucat. Ja ka kaluar Avit me para. Ka për 111.000 lek Avi. Ti mora të që tha zonja, por në sasi ke marrë më shumë. Sigurisht dhe cilësia jashtëzakonshme për sa kohë që ti e mbushet gjithë me Ariel, ka bërë dhe 10 sekonda 118.000 lek. Dhe zonja merr dhe shampot e fundit, të cilat po e mbushe, kapsh të kapësh i thonë kësaj. Hajde dhe një. Opa, e po miri. U qua 160.000 lek.